Përshëndetje, një mëngjesi. Alo, Lutem na dëgjoni nga telefoni. telefoni. Përshëndetje, të dëgjojmë nga telefonon dhe cila është pyetja juaj? Përshëndetje. Të dëgjojmë, përshëndetje. Jam një qytetare këtu në Tiranë. Po? Përshëndes shumë doktor Yllin. Faleminderit. Më ka ardhur vëllai nga Tirana, nga Franca, e kam sjell këtu, duke dëgjuar në televizor doktor Yllin, kanë ardhur burrë e grua të dy nga Franca dhe kanë bërë derman ke doktor Ylli. Janë vizituar, kanë marrë ilaçet, e ka quar me Paterica në katë parë që ka bërë fizioterapinë dhe janë gjitur shkallët pa Paterica. Tashi, ata po i vazhdojnë ilaçet rregullisht, janë të moshuar, mbi 75, dhe ata unë i përshëndes, më kanë thënë 100 herë, përshëndete doktor Yllin nga ana jonë. Dhe ja ku erdhi momenti, qa surprize e bukur. Tashi e doktor, ata e përshëndesin me zemër edhe unë këtu në Tiranë pastu, e motra. Tashi, doktori qesh se e di që e qovi vetë me Paterica poshtë. Jo, doktori nuk e priste. Nga shkallët e ndori pa Paterica. Po, nuk është i pari. Nuk e priste këtë telefonat, prandaj po them. Doktor të lutem, që me zi të dëgjoj. Në Francë kanë mbi 4 vjetë fizoterapi dhe nuk kanë gjetur derman. Ke Ylli kanë gjetur derman. Tashi, ke doktor Ylli, tashi ka një problem tjetër ata. Me që fama dhe nami ka vajtur në Evropë, tashi ata kanë edhe një problem tjetër, ja kanë thënë doktor Ylli. Po? Që kanë një vajzë 14 vjeçe. Një mbesë ka vëllai. Po? Dhe ajo tashi ja kanë thënë doktor Ylli, në Francë i ka dalë poshtë të këmbës, një nyje në të dy këmbës. Franca ja ka sharruar ato. Kur ja kanë thënë doktor Yllit, ai ka dhënë kokën, duart në kokë. Tashi, gati është i vendosur tani. Ja vlen që të vijë ajo vajza ke doktori nga Franca këtu. Sigurisht që ja vlen. Ka dhimbje ke nyjet e këmbëve. Ata ja kanë sharruar, ku diun çfarë kanë bërë. Dhimbje gjatë ja kanë të vetë doktori. Tashi ja vlen ata të vinë këtu. Tani, unë them që të komunikohet dhe më pas, sepse dhe minutat janë bëjtë të vetëm. Mendoj se mund t'jenë ato si zgjatime si që të thëmrave të këmbëve, që ne i zgjidhim shumë thjesht në kush është pire. Që do dhe një bisedë më të detajuar më pas, më mirë ndoshta kjo Ledvi tek mua, të bisedojmë dhe me ata në telefon, dhe i jepni një zgjidhje. Kam bindjen që kanë zgjidhje.